Në gjithë gjatësinë e saj prej rreth 6.5 km, traseja rrugës Shirok-Zogaj në kufirin me krajen është hapur dhe aktualisht po punohet për sheshimin dhe nivelimin e saj. Gjithashtu janë ndërtuar përfundimit ndërtimet e mureve anësore për të vijuar më pas me sistemimin dhe hedhjen e çarkullit. Paralelisht me punimet në këtë aks, vijon edhe çarkullimi i automjeteve pasi nuk ka një alternativë tjetër për lëvizjen në drejtim të Zogajve dhe Anasjelltas, ndaj edhe sinjalistika provizore në rrugë është shtuar. Projekti për ndërtimin e rrugës turistike Shirok-Zogaj në kufirin me krajen është pjesë e programit të zhvillimit të infrastrukturës dhe turizmit ndërrajonal në brigjet e liçenit të Shkodrës deri në Vir Pazar, pikë që administrohet nga Malizi. Ky projekt me një financim mbi 5.657.000 euro zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Ai përfshin gjithashtu sistemimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve të ujrave të zeza në zonën e Shirok-Zogaj. Ndërkohë në segmentin Urabunës Shirok po vjen puna për rikonstruksionin e trotuareve për kombësorët dhe kursive të biçikletave, si dhe për rikualifikimin e brigjeve të liçenit në funksion të plazheve dhe vendeve të parkimit. Aktualisht po punohet për ndarjen e kursive. Për këtë projekt janë akorduar mbi 877.000 euro.